Në kuadër të bashkëpunimit të vazhdueshëm me shkollat e qytetit, Qyteza e Fëmijëve ka organizuar një tjetër aktivitet edukativ dhe sportiv në këtë fundviti shkollor. Kësaj radhe ishin nxënësit e klasës së 3B të shkollës Stavri Themeli, që morën pjesë në një ditë sportive të zhvilluar në drejtimin e instruktorëve Elena Bego dhe Ilir Nika, të cilët u përqendruan në rëndësinë e sportit për shëndetin dhe zhvillimin e fëmijëve, duke i angazhuar ata në lojra dinamike dhe ushtrime fizike. Përmes këtyre aktiviteteve ne bëjmë të mundur që fëmijët të organizohen dhe të socializohen më tepër me njëri tjetrin, të mësohen me kulturën sportive dhe të kuptojnë sa rëndësishëm është sporti në jetën e tyre. Nxënësit tregojnë për sportet e tyre të preferuara, duke treguar interes për të qenë pjesë e aktiviteteve të tilla edhe në të ardhmen. Unë merrem me tenis, me raketa druri, dhe me frisbee dhe me basketbol, siç po luajmë ne tani. Mua më pëlqen basketbolli, sepse basketbolli të bën që të zgjatej shumë. Mua më pëlqen sporti futbollit dhe kam 2 vjet që po e ndjek akademinë në Skënderbeu. Pse të pëlqen futbolli? Sepse aty luaj dhe kënaqem. Unë merrem me sportin e basketbollit, mua më pëlqen sepse zgjatem edhe më bën që të kem më shumë shanj. Unë merrem me sportin e taekwondos. Mua më pëlqen taekwondoja sepse është një sfidë për të vetë mbrojtur, por jo për të mësuar si të dy luftosh. Është për të vetë mbrojtur nga njerëzit. Qyteza e Fëmijëve në qytetin e Korçës mbetet një hapësirë e rëndësishme edukimi dhe argëtimi, ku fëmijët përjetojnë eksperienca të vlefshme për rritjen e tyre.